Gjykata e posaçme e apelit lënë në qeli ish-ministrin e mjedisit Lefter Koka për aferën e inceneratorit të Fierit. Koka kërkoi lirinë me pretendimin se kishte kaluar afatin 3 vjeçar të paraburgimit, por apeli hodhi poshtë kërkesën. Trupa monokratike e përbërë nga gjyqtarja Emiliana Muça vendosi të lërë në fuqi vendimin e shkallës së parë të gjykatës së posaçme. Në njoftim bëhet e ditur se gjykata e posaçme e apelit për korrupsionin dhe krimin e organizuar me trup gjykues monokratik të përbërë nga gjyqtare Emiliana Muça shpalli vendimin mbi çështjen penale numër 270 akti, datë 17/11/2025 regjistrimi, mbi ankimin e të pandehurit LK, me objekt ankim ndaj vendimit numër 656 akti, datë 24/10/2025 të gjykatës së posaçme të shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar, me objekt për konstatimin e humbjes së fuqisë së paraburgimit dhe vendosi miratimin e vendimit numër 656 datë 24/10/2025 të gjykatës së posaçme të shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar.